Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miq të mi kudo që jeni. Sot do ju prezantojmë fshatin Brus, komuna e Lipjanit. Hajde bashkarisht po e komentojmë fshatin, të shohim se si është, si janë banorët, mënyra jetesës dhe shumë veçoritë të tjera që i përkasin këtij fshati. Këto dhe shumë të tjera po besoj se të mund t'i kuptojmë vetëm pas pak në momentin që do ta takojmë ndonjë banor. Fillimisht po e komentojmë pozitën gjeografike që e ka ky fshat. Është fshat Kodrin Romalor, saqë dhe freskia na knoqë sot në këtë fshat. Jam të e pa një rrjedhje tujt. Të urojmë dhe shpresojmë që kemi me taku sot banor në komunën e Lipjanit. Sa herë që vim, njerëzit janë shumë mikprica dhe dashtëm. Uroj dhe shpresoj që edhe për gjatë ditës së sotme do t'i takojmë ata njerëz të mirë, si gjithandej Kosovës. Fusha! Me nejt këtë nërhije dudit, nejse duda si janë këta, po me nejt nërhije, qëfar fshati lezetshëm. Jam të i po, dhia, cjopa, fokusondi, sa të bukura që janë. Apo takona oj zemër. Që ky moshkull që me mjekër. Ja, rreni se ika une. Veç deshta mi përshëndet. Ika, vazhdojnë një muhabetin, ndejen. Jemi shumë afër shtëpive, tash ondi gjithçka çka unë komentoj do i ketë në fokus, janë ca shtëpi krejt atje në mal, po sa e mirë është jeta në fshat. Me qenë, i pas kanë lidhë. Respekt për gjithë ato familje që i mbojnë qenë të lidhëm, sidomos për punën teme se si e kam, por që do të një kujdes të shtumë para qëtë rrezik. Jo valla tani ja hëngër fëmijë ato e këto. Qentë shtëpijak do të mbajt lidh. Edhe një tjetër dhia, po, që koj ka qita i krytë, që qëfar bukurushe. Valla, s'po të s'ka zoni, me nëzi po delë. Mashallah, sa bukur. Po kështu e dëm fshati, kështu është jeta në fshat. Me dhi, me cjopa. Po kështu. Një pjesë tjetër, po shofëm vetëm fusha, pen, kumbulla. Po më duket që kjo është kumbulla, sumbulla, po kumbull. Se e posh, këtë vetë nuk pas ka shumë. Shumë pak. Në anën tjetër jam të i pa dhe një pjesë të deleve të cilat po kullosin. Me mujtë mja u gjetë pronart, për të mirë shkon. E në anën tjetër jam të i pa një shtëpi të dikurshme para shumë viteve. Kjo na tregon më së miri se si dikur kanë jetuar familjet tona, e ndërtume nga guri dhe bolta. Çdo herë them, në një fshat duhet lënë si kujtim, mos me harun nga kemi ardh. Që të një freski, në freskin, në hijen e orrës. A ti morëm dora, që ato shpia ka e kanë rrugën a thu. Tash erdhi koha me komentu infrastrukturën. Asfaltin po, nivelin është përveç se mungojnë trotuart, nuk e di pse mungojnë trotuart, si shumë kohëve të fundit po hasin në fshatra që se kanë as edhe një trotuar, edhe sot në Lipjan nuk qenë kanë në fshatin Brus. Por ndoshta, nuk duhen me ja prish atë hjeshin, edhe pse nuk e dal në rrije, edhe pse nuk e prish, po na duhen me lënë kështu, tamam fshat, i rrethuar me male,
Edhe çka po shohëm tjetër, sera, shtëpi, është jetesa tipike si në fshat. Apo shkojmë kësaj rrugicës, një rrugicë pas kemi pashtru. Unë kam marrë balerina, pak e kam problem. Që shumë thani dhe një banur, kom kesh fort, qeni, kom kesh fort me një banur në një fshat. Sa i motha do të trosha, do të mdoja, do të gjona, do të holla. Po mundohem sa ma letë, me që e kemi punën si e kemi, edhe veç rafsh. Edhe qëtë kumbulla paska, atë në kumbull. Ondi ka i të më qu, se qentë, e paska qenin. Kneji me i këthau knejin, s'na ka po ende. Lidh. Një pjesë e tokës e punume, fokus, jam të e pa serën, pulja, gjelja, qura, sa bukur, tamam, kur t'jetën vëlla në fshat, që shtë duhet me jetu. Tamam fshat, kështë më knoqin. Përshëndetje! Oj, zoti shpis! Oj, e zoja shpis! Ani po më thëtë e zoja shpis. Pa e një kësajde shpia modhe. A dëni musafir? Faleminderit shumë, botë shumë qefi që ju takoj. Faleminderit shumë. A e mirë, në më qeti që mirë, ju a e një mirë? Si jeni? Mirë. Familja? Kretë Me mirë. shëndet? Mirë, Qysh po kaloni? mirë, si në fshat mo. O, kënash, jam të e po dhe bashkëshortina. Po, këtë bletë që atje. A, valloj, po në turko këtë. Po. Mashallah, u burrin plët e pasket. Edhe qërshia, po. A dëni mësafir? Valla, po shqiptore e ka traditën mikpritjen kur të vjen njëri në bërë të pakten me vetë për çka je dollë. Si je ndërum? Ju si ju gjetëm, knaci. Kom po veç për mes shto Facebookut më shumë. Je mrekullueshme. Faleminderit shumë. Se Ju jeni jeni- ata që më bëni edhe më të mrekullueshme. Të u knosh me njerëz të mirë. Ku mos me konë unë e mirë? Që e ma njëri, Mirë jeni? mirë. Apo veni pak për shumë? Që pushimi, tavolina, nërhije, vera, kështu edhe në jam mos më blokonin mrena, në balkon po rrina po knoqa. Hajde. Qysh po kaloni? Mirë. Na falë që ja u ndërprejtëm punën. Jo, e kreva unë po veç me kom punu me fëmijë shumë. E tash të punoj me blet ka pak. Shumë mirë, ordnani. Jo në një masori. Hajde, në një heni në. Faleminderit shumë. O, edhe të mothët mu pas kanë kopri në zetit. Mos e ta, s'kini vështë. Ja. S'kini s'ka ma se të morë. Na tranën më nusja. Që. Qere vërsat kujdes shumë jën, e juruj zoti. Na tranën më renusja ka fshi gjithë ditën. Mëre ty jem të thonë nuse, se për tjera ty e nusja, alo. Ja mërë qëfar jesh, ti je zoja shpis. Hajde, të gjenë uj. Mirë si ju gjetëm. Mirë se vene, gjenë uj me pikë. Hajde i zoti shpis shtë nga të mije, se kena me bisedu. Kom dojnë me ju pytë për fshatin, si është fshati, sa është i banuar, Hajde pak ullë. sa familje jem brenda fshatit. Valla, unë jam një punëtor i arsimit, kom dalë në penzion që një 5 vjetë, uj me ka bu shumë për sa kanë Mos na jep statistikat sakta, nuk po i kërkojmë për afërsisht sa familje i din që janë. 30, 40. Janë bi 20 familje janë që jetojnë. Veprimtaria aty në është kryesisht me bujqësi që me thoni varë. Po, mire me bujqësi, Me bujqësi, me punimin e tokë, me punimin e ma shumë të drunit, bojnë qimër të skarës. Qatë veprimtarie kam për momentin, dishka këto afer më punësu, nuk ka mundësi se nuk ka mendu kush, që shkemi mendu për para që do çlirohemi, do të pojmë dhe një fabrikë, ku do të punësuhen edhe të rritë edhe të rejat, ajo u këthy e kondër të edhe ato që i patëm, që i shpëtun, me thonë disa, u shkatërun,
u largun edhe me të fëmijët tonë. Qysh me thonë, se si është rrugtar, Po. me punu aty për pak pore. Po, si ka qenë fshati para shumë viteve, para se me filluaj emigrimi masiv, emigrimi me të madhe? Ka pos shumë familje për afërsisht sa jenë konë që i Ma herët jenë konë mbi 200, do me thonë kështu jenë konë mbi 100 e dishka në zonësa, shkollë fillore. Po, tu zvoglu numri ka orë, do me thonë ka ra që ta është në fund, është afru dikon 25 zonësa se dhja janë dhe i klasë në. Shkolla brenda fshatit është, apo? 8 vjeqare. 9 vjeqare, po. Do me thonë ka ra numri diri në 25 aty dikon. 30 janë, a nuk janë sa qatë dikon. Po, normalisht familjet kur largohen nga fshati edhe numri duk shumë vrehet. Shumë keq. Po. Kena me tash shumë pak. Dhe më thonë nuk e di, a jetojnë 20 familje në përgjithësi, mi mora nuk jetojnë. Po, apo shihni na i here me këta koshërek? Pa i shihmi që është në përshëndetje, në punë. Si cili me punë të veta? Me punë të veta, fizike, ma shumë. Jo, tash mbas pensionimit keni fillu si bletar. Unë kom qenë arsimtar i teknologjisë. Tek. Tek. Tiko. Ajo mirë me shumë dek, prodhimit, po ta që mundu më morë pak me blete, i kam pak një 2 dhisa me jetu vetë me to, me pula, me shoqe që do e kalojmë kohën, me bohë që ka pak. Kanë atë mirat e Zotit unë e para se me hynë këtë o bërë thash që shtu e dënë fshati, pula, qura, gjithë shka. Qka i takon një fshati me i posë? Më falë ndështë ndërprejeva, e që s'ke gabu. Këto këtë qka i kemi janë për shërem. Koftë pula, më të shëru, veja e sajtë. Koftë qërshia, koftë molla, koftë baqë shka mjë shoqja, sene, mës t'i marrë ato që nuk di, më t'i numru në bijë, mës kofshin 30 artikuj bili, kena minë qizumi, po. Edhe kare dora nusës, mës ta më nëse s'ka kuptim. Nusën i thëmë. Po, i kemi punu këtu në shumë herë thëmë me orë me marë për me pastru organizme. Këtë me bio ujë që Zoti ka sjellë. Edhe mirë mi ka pak me qumshtin vetë na shka e pimë, se interesant është që atë qumsht dhis nuk e pinë fëmija, se thujnë i vjenera, as të rritu një tjerë posun edhe shoqë. E shumë herë thëmë, o pini sa nuk boni për me kërku, ako dikon qumsht dhis për i loqë. Se për qështë. Po, e kështu me dasht me shit? A e shitni? Jo, veç sa për vitë. S'ka mjaftu shumë, s'ka shumë se pat 2, a i pat 2. 2, disa i manë, 3-4 sopa, 5 sa për veti, qëto një gjalli vlavit, pak dele, qështu 3-4 të frimë. E thatë që miren me bujtësi, kështë ma shumë, banor të fshatit. Toka është pjellore. Po, toka mesatarisht është e mira, për pora kemi jetu shumë, kena mojtë, të më në morë me tokë, të ashtë, si me sta punojsh, edhe s'mon me komë, po, është pjellore, është ketë me thonë që së pjellore, që e to që është ka produkt. Ka prej familjeve që mbahen vetëm nga punimi i tokave në këtë fshat, që se ka nëjë punë tjetër parsore, këto e ka... Realisht me folë, jenë largu nga prodhimet e tokës, këtë me malë, me dru, mirën me du me prodhimin e qimit skarës. Kënë ta jenë arjetu. Qata kanë, si me thonë, elementin kresor, parën, qatë e morin me qata, edhe shumë herë nuk po di, janë pozitive, po nuk është 100% pozitive, muj me thonë që i kalon disa të i, me ta me punu, pa shku në shkollë, pa më me tjetër me qatë veprimtari, që mjëri drunit. Janë kufizu në një farforme. Po, në kufizu. Se kanë vazhdu shkollimin. Se kanë vazhdu shkollimin, edhe jenë me të pak, në kohë në fund jenë me të pak, 3, që po punë, shumë pak. A ka ndonjë problem brenda fshatit, që i mungon diçka?
sa i përket jetesës, për shembull elementet bazike, ujësillësin, energjinë, rrjetin e kanalizimit, i keni këto të gjitha në rregull? Kanalizimi nuk është i rregullum, rrymën e kem, po rryma shumë e dobët. Po 160 volt mund me konë që aty sillet shumë është rryma e dobët, me shpresë që do të bëhet mirë për rrymën, do të kemë më mirë po si po shifat ju. Është pjesë e vështirë kjo se juve ju duhet gjithmonë përforcues. Pa të nuk bën me nejtë në shpejt se të shkojnë dëm frigoriferi e krejt. As tesha problem. Për natën e ato, pa përfaqësues nuk e qënë. Keni pas vizita ose jeni ankunë një herë? Shumë herë. Edhe çfarë përgjigje keni marrë? Po negative, pozitive gjithmonë, ama rezultatet mungojnë. Po, tash e 26 vite. Po. Ai me konë 26 muaj është shumë, le se mo 26 vite. Katastrofë jemi edhe peshët edhe qëta që jemi këtu, shkok i rrymës, shpesh e thonë që valla e më ftofë për këtu, mu ma bojnë bacë. Bacë e na ftofë edhe na po ikëm për këtu, se s'po bën rryma, gjeken që të do të reja, të rivin, ka në bisedojmë në i kafe, qesën për qetë, me shkëmby pak mendime, me jek mërzi. Alla ty në ish flukte, nusja re. Zbani, nuk po ma qënë fenin, shka më shtaja një dreve. Është problem, si të mas me rrymë e pas. Është shumë e vështirë. Këto problematika në një farforme, apo jo detyrojnë, do mas dhe me lanë fshatin, derisa nuk ti plotson kushtet, pakten elementet kryesore në një farforme, po të shtyn me e braktis fshatin. Derisa nuk vinë me u marrë me këto çështje çka ju takojnë. Është shumë e vërtetë që po thu shpesher që të mund, se unë jemi me këtë tre arsimtarë që jemi konë këtu, jena me të penzion, me ta bisedojmë me qëta që jenë me. Mas pori, fëmija me thonë, dyve që në largu tre piktujt, edhe që kë ka me të me mu, thot, reja, konkretisht të thonë, po kam dëshirë me shku në punë. Po mund gënë ku me hinë punë, po mund gënë dhe me thonë, se gjërat elementare për fëmi, ku me lujtë, me tëpë, një fushë sporti, dhe me thonë, e ndinë vetën si mangu, mund gënë dishka trive, dhe me thonë këto, për kohën e sëqme, me jetu këto, për neve shka jemi ma djetër po, për i njën është pak probleme, dhe tritë dhe treja të probleme. Se cili polak më për veti, për një jetë ma të mirë, me dalë, me punu, me pa. Me pa, do këto, në kur më dalë për luftë me shokë tonë, kemi diskutu, kemi pritë që këto, do të ndërtohet ndo një fabrik, mini fabrik që dishka prodhon. Për shembull, që do të amon një shembull mendimi jam. Një fabrik ku parashit për punimi millit. Ambëlsira, bukë, senet të ndryshme, po pse jo dhe mi qua dhe jashtë. Jo për shembull i kanë bërë do mini furrat bukës, për interesat vetë një person, një njeri, punëson 2-3 vetë. Me një fjallë, në perëndim, unë kom qenë perëndim disa vene, ka interesu, nuk ka fshat që nuk e ka një mini fabrik, që shme thonë, që punëson 3 që edhe ata 3 nuk e ka një fushë sporti, ma spaku me pas një shtek për biciklista, një shtek për vrapim, një shtek për motor, shati, ka fu. Shumë mirë e the se tash ju krejt mundemi me punu në qytet. Dikush dënë me jetu në fshat, po pse mos me pas edhe punën brenda fshatit. Tash krejt në zyre, nuk mundemi me punu. Gjithkush e gjenë veten në profesionin e vetë, në lamin e vetë. Po fatkeqësisht nuk janë, mungojnë. A do të bohen në një të ardhme përfundimisht, po më do të edhe këtë mendim dhe po iko. A do të bëhet mirë? A do të bëhet mirë edhe a ka me pas ndonjë fabrik? Për fshatin tonë? Në fshatra këshëm përgjithësi.
Se gjendjen tuja se e kanë si të njëjtë. Unë që shkum po jashtë, kum qenë Suedi, kum qenë Zvicër. 2 vende ma mërmenja që nuk është edhe janë vende përparimtare. Aty nuk kesh fshat i cili nuk ti së më konvretu në dalimin mes shote dhe qyteti. Pse ne mës me shfridzu të mira natyrore për shembull këtu. Unë kam shpresa që mu bom mirë, që ta trit që punësohen tash trit, jo gjenerata e po e jutja, edhe juvja e reja, me këtu idejet që i lexoj dhe i shën syt e tyre, në trupin e tyre, në mendjen e tyre, me mërmenja që këtu ka me qenë mirë, edhe mundet më ndërtue me kopju ato shka janë përëndemi për këtu, me ndërtu fabrika ku mujna mu punësu. Pse në fshat më su punësu? Shka, na do të me shliru e qytetin, po keq, ajrin e Kaos. e kemi, po është problem të, tash ku po nisës me shku në Prishtinë, po do të me mendu, një orë së ku me kalu veç një pjesë 500 metrë. Pse mësë mi posë që ato të mira edhe na përshatë. Shumë mirë e kemi thonë, shumë Po shpresoj na drejtim që me intervenu edhe me fillu edhe në fshatra me ndërtu që më këthy, pse mësë më këthy, fshatrat po marron rrugët. Sot i kemi rrugët e asfaltume, na për venet të ndryshme, fshatrat, Maresh, Zisa, Nikon, kësaj dhe kemi rrugën e mirë, deri dikun. Pse mësë më ndërtu fabrikat në për fshatë. Po normalisht se ka familje si juvja që dën me jetu, e dën fshatin. Po këthet, bleta është e egër, po e bë të but në qofë se venin e nërishë. Në qofë se ti e mundësën fabrikën ku prodhohet, po këthejnë fshatra. Ata këthejnë. Besa dhe ata që janë me dyshe, me braktis fshatin, ata nuk dalin tani. Nuk dalin. Se ka shumë prej atyne që janë veç në përgatitje si për me jetë. Bashë, unë e shoh, po nisu gjithmonë për veti nuk gabon. Unë e shoh këtu, një mes të emën të vogës, diku është në klasën e 5 të ka kry, edhe minera në rënë me shku bobi atje në Prishtinë, ma mirë se në Gjilantët. Minera ka vrejtë, shumë inteligente, sot fëmija shumë Shohin edhe ata? Shohin, ajo është gru e modë, ose ajo vogli burri madh, ai shë, neve na do këtë fëmijë s'den amo, ai den sa një ma. Babë gjësh është ma mirë Prishtinë. Pse të luftojmë, na të kthehemi, shpresoj që ka më bo mirë në fshat. Ne fillim të fshatit edhe një pyetje, se pyetje mas pyetjes i kanë po varrezat ishin me kryq. Tash, në këtë fshat, përbehet prej besimit katolik edhe musliman, apo vetëm katolik? Jo, këtu jem 2 besime, por është vështirë më na dallu. Kur thom kështu veç shkurt, për neve është njësoj si në xhami me shku, sikur me shku në kishë. Kur kemi festat për bashta, shkojmë në kishë. Unë e kom punu këtu 42 vjetë arsimtar. Edhe ata, kur kanë diçka për në festë, vinë të na. Kur fanta. Për urime shkoni të njëri Urime. tjetri, sa mirë. Gëzomi shumë. Po vetëm kështë vllaznit bashkum, njihem tamam shqiptar, kështë do të me qenë. Shqiptarë dhe e qoj mirë që molli na merë më taku për kundrazi, me zveti, te për mirë që. Unë edhe ashtu më ka ra shumë në përfshatra, kështu me has, me 2 besime, për ndryshe, janë njerëz shumë të respektume dhe Edhe që mikprica. tonë se, po ma Allah ndërprejve. Une po të regoj kur ashin për jashti, edhe tash arke kjo pytje, shumë na kishin laku. Kjo s'pekësh na këtë na poshtë. Po të na ka laku. Po, para Zotit gjithë jem të njëjtë. Pra ndaj dha Zoti që gjithmonë. E kam vajzën unë që vje për Zvicrës, vje me kerë, po ajo mos më nërë rrugës, ku je bas, ku je me përshëndet, me morë ngrytë. Si mos më ardhë heq. Për vje këtu më të gënzët e posh, filon bacën, filon shukin të filon kusheret, thot, kusheret. Sa mirë. Po atë kulturë ka marrë për juve, sigurisht. Me një shkollë, me një klasë, me se janë ta fatalistë. Na me një shkollë, me një klasë, me një
Po dhe besimi është personal, individual, në fund të ditës është e rëndësishme me qenë njerëzor. Apo shkojmë t'ja shohim punën e t'ja japim vlerësimin. Po të ja, Ku me notu. se një shti mrena tash. Kan Të një ikni. ja ku me ikë se krit fshatin ku me xhiru. Po, ja krit fshatin. Këto e pret dikun këtë Po tash e presëm na kismet. Preç të. Muhabet. Ja, Da hen men. Ja, korë. Mashallah. Nuk pas ka diçka që nuk është në këtë boshqe. Apo i ndihmon gruza kretë vetë, gruja. Qa më të bëmë? Allah rëzeko ka puna. Po se e mirë është ajo. Ha zemrën. Edhe unë të ha zemrën pak. Valla e pas ke burrin. Bash për në valla. Veç a dishke këmë Hajde thonë. shto, hajde më Hajde rekomike. këmë fari, hajde. Jec më re këtu te unë se po kam qef me folë, se bëllë folja me këto. Mirë nuhet të një, sa të veç mu, veç të ke mund të të mujtë. Ja po, mu së mboni pytje, qyshke, unë e pranova. Hajde këtu te unë e kalëzëm qysh ponën. Sa e vështirë është puna. Hajde. Ama durën shoqja jame, hajde. Qa keni mbjell? Kep, spinaq, tanguj, speca. Patligjona, pjepna, salata. A i keni vetëm për nevoja familjore? Veç për vete. Po, ja. a jeni kallabllaka? Jo, loj si na kallabllak, po Mbjell bukur ja shumë. për gjithkujna, kështë Sa lungë, mirë. për vllaznive, për djalin e kam fushkosu, vind ashtë për poshem, kam qef veç të në. Sa mirë, t'lum, po pse jo, masi janë gjithë këto, mundin po e bën djersën po, fëmijëve tu. Qëna heret me ngjese, vaditi, prashiti, markohen qëto me ta. Sigurna kur të punojsh pundure, se në bosh që njajtë. Atë ka thonë burri me bo boshën a vetë. Ja, me dëshirë. Që sa vite e bën Alloj, punën e boshës? mati. Pi, që ju ndo, po qysh edhe të bova, marak jam borqe. Marak, di që na jeki mërzim, dhe këtë sigurna kur të punojsh pundure, se në bosh që njajtë. E vërtet, po është punë atraktive, ani pse është pak e lëdhshme, edhe grus do të me ndihmu. A u kuptuam? Se e Jo, prishë muhabetin në dhe ti. Ndimoj edhe ndëgjoj. Qashtë, Bashkëpunim. qëto dytën më pëlqeve. Kjo ke ma e saktë. Që gruën do të me kuptu që është baza jetës. Gjenerata, kush e krija njëri? Gruja. Gruën shumë do të me tashtë, edhe me respektu, edhe me rujt, edhe me këqyr, për atë njërin që kuptan. Aja është. Jo këto ne pas kam pas thirë krejt në fillim edhe i zoti shpis edhe e zoja shpis. Dili ma maru qefin me të një mas por këtë, o, e zoja shpis. O, e zoja shpis, a dhe një musafir. Jeni shumë të mrekullueshëm, zoti ju dha shëndet, jetë gjatë, inshallah takohemi veç për të mira. Faleminderit Me shumë. juve, me rinin e Kosovës, inshallah. Jemi një shnash ju, Amin. e sukses. Faleminderit shumë, po largohemi. Shumë të lumtur pa dyshim me këtë pritje që na e keni bo. Ishte shumë kënaqësi. O harrova me mor një trongoj, se unë e kam kështu adet, në çdo familje kur hi, diçka marr. A e di pse marr? Se thojnë
vjen ma shpesh. Unë edhe një stok kur shkoj te print e mi, shkoj pi ujë. E më thojnë, o, mos pi se ballë shpesh po vjen vallë. Kështu që për me ardhë prapë, unë do të me ju marrë diçka, një të vogël. 2, o kry. Kur të vim të ti të këna. O kry. Te une, në balkon, në banis, që shja, të blem. Po, të blem, ju jepi sa dëni. Kur të vini atje te une me nejtë, ju shërbej me diçka tjetër, a? Faleminderit. Qërshijat ka të kthehem, që kemi ko, i morëm pak me veti. Au po. Hajde t'ju përqafoj, faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi, i nderuam, faleminderit, çdo të mirë. Faleminderit shumë, amen. Faleminderit, çdo të mirë. Ondi, mund të më ndihmosh? Bukurosha, tëng. Faleminderit familjes kaq të kujdes. Kujdes se sa nuk urrëzove. Faleminderit kësaj familje kaq të mrekullueshme këtu në fshatin Brus. Tamam, kështu me më kënaq 100% jam pra këto familjet me zemrën e madhe që në çdo kona i hapin dyert e u burrit. U shtofshë nuk dim se çka tjetër me thonë. 100 sa të djetë. E paska që më pishtin për pjetë, ashtë i vështirë. Eni me shtemi po e vazhdojmë pjesën e fshatit, nuk e di hiç se nga molet e nga pemt, kështu shumë nuk po e shoh as shtririn sa e ka fshati. Jeni pra të i po pomje gjithandej, kumbulla paska shumë këtë fshat, ajo që ka mronë sy, edhe mulla. Një pjesë tjetër, fokus, si është sa interesant kështë. Ondi ma bën halal se të kom garku, po kështu e kom adetën e. Nga këto fshate e ka një pamje shumë të bukur, një qenë e kemi para, ja e ndrej shëqër drejtimin, apo tutna shumë, sigurisht, por po vazhdojmë, hajde po e këshirëm në rrugën tonë, s'po mirë me ta, thojnë që e në hotë, unë zakonisht kështu kur takoj qenë nuk marrë frymë hesh një minutë, në mënyrë që mos me dita që unë jem të utut, shpetuam. Do të me komentu infrastrukturën në këtë pjesë, jeni të e po edhe një tjetër qenë. Qatë e ka një shtrirje interesante, bukur të madhe po, e ka strukturën shumë interesant, si me komentu, e kemi sa rafsh, sa përpjet, por e rëndësishme është se gjithandej është fshati rrethuar me male, dhe pa dyshim na po i njekum hijet. A vdeqem sot. E ani pse kemi dalë me uror mazdite, në shenjë nuk po ja len, si me vepru, qka me bo, kallëzëm në ju miqët e mi se kur me dalën e në katune. Përshëndetje! A do një mësafir? Faleminderit shumë! Po! A një hajtëng? Veç kimi ropi shmënd kënë se ke pranu. Plutna, e shenë tani kur del. Tha, hajdeni. A gazetori e një po, ja vëlla mos hajdeni heq. Unë gjita lartë, të u këthy, tha kush je, a Dorontina, ja hajde, se morre mos më të pranu ty. Respekt, faleminderit shumë.
Veç na ka shti me kesh me të modhe. Oj, zoti i shtëpisë. Përshëndetje si je mira, moj? Mira, jeni lutë si jeni. Nuk po mund e mas me bisedu se qaq po m'kishet. Qaq e ke bo me homo. Mos e ke qitë nësën më në bon gaz. A gazetorin ja? Ja mos ajte një. Je bë për qëtë një shkamas, të një për qëtë një Ja, mos i përgjithsoni, nuk Hajde. qes shkamas. Unë e qes vetëm gjërat mira të bukura, njerëz të mirë. Po të bukra se të këshia jetë, nëse kone mirë të shka në përket Kosovët. Shumë Ti bukur e ma ke mira thonë. gazetori je, Shumë. ti kretve. Faleminderit. Po se jeni? Mirë. Qish po kaloni? Mirë. Jo, më stani. Po Zindën e mirë se haqani. po thua, po pash, Ja. edhe ky lakman të Ja, mira. den kë këshoj mirë këshoj kes. E kam atë energjinë pozitive, bukur shumë. Mirë, shumë, Qish po kaloni? mirë. Hajde. Unor, asa bukur e pasket. Komod. Hajde. Nërhije, e ju në hina kështu. Edhe ti ke hi moth. Hajde të dhënë kuj. O kry. Dhe lënë gjë që tje. Hajde të ljotë. Ja ke djali s'ka ko me ull, ju ull një ofer Ja. meje. Mos më leta është mikrofonin kështu. A, te cigorët e. Në kamerë ju. Kënë kamerën e kokën. Quja të Shkënë e bë pa. Ja, mos është shumë, mos është shumë. Shkënë e bë pa, ka Allah ile shëmë më së të qëtë. Se jam heloq. Po në fshat, në shpeji. Në Jam shpeji. të punu. Njëri rrinë shpet vetë, qështja dhe në Kesh të qipi. kësi dëborit që të. Aha. Të pastru dhe shpije. A, që është po asë gjë. ambeson që nuk e moj Pasha mend. zëtin në zonë të kom njoftë. Nuk e moj mend sa kom kesh se sot. Si është jeta në fshatin Brus? Po, jeta ku t'jetësh e bi është mirë, ku t'jetësh mirë. Njerëzit e bojnë jetën. Si të punojsh, gjithkon e ki mirë, si s'punojsh se ki kërkon mirë. Valla po. Çka del për para duket keq. Po, dhe në, pa punë s'ko kur gjone, punoj, kam 60 vjetë, punoj s'nol në kur, që? Qysh më 60? Që kë mjell, vash që kë mjell, me gjithçka, kë mjell, gjithçka që këqyri. E ti kalzu, kë mjell aronia, bërëvnica, shka s'kë mjell. Drelza, krejt, sanet i kë mjell, kumpira, kip, pasol, krejt, për vejtë, se jo që jëmë zërë për të, se si jëmë zërë. O fëmija së mlo me punu, të në qikën e kam në Itali. Më tojnë më s'pëna, më Janë po punojnë? Po, krejt, të kotë. Shumë. Po në vend, jetën e kem normale, as si jem ata hopa, as si të me asum që të një farë. Normal një dore të më që shtë të zëti. Ashtë edhe duhet. Shka me po, kresorje me konë shnash. Si ti esh nash i ki krejtësi, esh nash s'ki kur gjohë që shtë. Pas ke punë bukur shumë kështu në për o bërë me mbjellje, me... Kam. Po ja del, apo të ndimon dikush e Jo, krejtë? se lo kërkon unë një mundë e marak vetë, e je ke stresin. Mos më thuj që punën me asë farpenj, kështu mi drejtu. O, mjekë, qëre, bosja edhe qëtë shka milën që të sanet të jenë mjekësi. Të jenë për shnet jenë të mire, për shëndet. Pse? Se këto të hekin stresin, të hekin s'ki goli më morë me kërkon, a s'ki vak më morë me kërkon, s'ki ko me kërkon më morë. Si përsa me punën teme. Jo, ja, puna jote punë e mirë, të shëqër zotit që je, zotit kruj ty me familje, me ketë, që të karon men, që për viziton këtë fshotot të Kosovës, kjo sen e mirë, se ka gjendë edhe në Kosovë, ka njerë që ty bene din të fshotot asë që jënë, dikon. Vallojmë po. Po si këtë jo gazetarë të i bënë këta sene, tani i din njerëzit ku janë e kush janë. Këtu konë në koridorjo që kësë, është një udhë që të shkullon altë, edhe lidhën kënejnë Karadaki me Gollak nëjnë e ndijët, që të konë koridori për mi shpjetu në përmal një rrugë. Krejt, ku në luftës kësaj të që këja kanë asi kanë kaluë. Janë lidhë, ketë popolota kanë një, ka I kanë bo levizjet. Këtë levizjet i kanë bo, të këtë në nastohë në Paçanin që a keni për ta? Për në nastohë që është të kisha që për të kishës është, që ka bo ushqime, ka bo Se din është edhe kum dëgju, po tash po. për me 3-400 nështore ma shumë kanë kalu në durëcojna. Se ka, në shumë shatra ka shumë Kanë kalu kështu. në durëcojna për boke, për gjithë shka, ka përgadit boke, ka vinat e vizitojnë në konë vjës Osmone, komplet. Ka përgadit boke, ka përgadit, ju kalo të isha të kret, e tash e kanë bo si muzeja të shpinë e sone, për të kishës është të nejnë për të. Ka pas, djemë të ka pas në shëkë, kanë kontribu këtë katuni për luftë, do kanë bojt mile, do kanë punu shka kanë mujtë, do kanë bo shka kanë mujtë, do e këna nëjës rrugën në konë rruga keqe. Ju këna nëjës rrugën për gjipa, përse konë të lëgumat e fillë.
As traktori se gjipi me dalë. E tonë shka kanë bo, kanë mujtë. Derisa po më tregoje për atë gruan që është kujdes për ushtrinë çlirimtare, Ajo është, instinktivisht, ë? ajo i ka shtatë që ofertëllojë dhe më si posa e tash. Është ende gjalla. Gjallë është, e mirë kom me shku me vizitu. Shka vizitu kur të kish kohë. Është këtu, brenda fshatit. Jo, qëtu, Amaj. po, se fshati është i shkep. Ah, Është një logje Bukavistë dhe Peshter. Kam Peshterit në të kisha, se është kisha. po veç se me këtë fshat mbohet. A ma ketë brës të irën dokument, është ketë brës. E gruja me burd vetë, normale, me familjet vetë, ka bo shumë, ka bo për qikën, shumë ka bo për popollatën. Po ju lipjoni, Tre- ju tre- lipjoni jeni shumë mik prica. Neve në kanë lënën as me sherë, as me barelip, pse se ne po që po thoj një farë fjole, se Po e përdorëm edhe qëre na kem qëtu ku fini me në bërë, tash neve me shku, kur kjo orë që ka ty tu ka dosh me shku ka Graçanica se ka Prishtinë tu ka dosh me orë, po. Se ka Graçanica nështë se den rrugën aty Çeklavica se. A e den? Po e di me di. Qa sajt me hi, Filip Pjonti dush me bon këgjë kilometra, që rruga 9 kilometra o tër një njevzja kërkosh me drejtë. Rajnë, sa i morën votat, jo bim të farsejra, të furra për boshe për asej, jo bim të më qilim të punora, çfarë, Sa për formalitet. sa për ndoshtë. Që po nevoj me pasur. Ka nevoj me pas të drita, o mirë me pas të drita, rruga ka nisë më prish me renovue, rrugat komplet ka nisë më prishën, se s'ka prej kush pi Shukribuja kur ka qenë. Shukribuja ka marru, që ti që shë marret që është për kiameti që përin, edhe mo se ka prej kërkush. Tash do një riparim të vogël. Po duhet Se riparem kesh se gropa. te ekipoti, ka vetë ekipot, me sytë janë me Po po. e komentova në kumi kur gjo. Sytë janë me po, të qasajt ke orë, të s'ki ka shkën tjetër ka. Tani është edhe asfalt, edhe atje pite kisha mund është më të shu të pushtë, në drejtë, me ra atje pushtë Slivupje. është asfalt edhe e rrugë, ata ka shtru Prishtina. E kjena në stonë, këta kanë me që kanë shtru rrugën e Shlipjone, këta e meritojnë me shtru, po shko me po. Në të pasha më herë që di, ma mirë, një këshyrë punë të vejta si cëlli me pënun, s'po të vetë kërkosh. Jo, me ndëni me vazhdu me jetu në fshat. Nuk e ki si opcion Në qytetin. taftë, puna morë du të, jo, pësi janë qytetin në në qytet mujnë me shku, po në qytet në kërrija. Po dhe, Unë e njerë kur dalë qytetën e mund botë, unë e plohë, si s'mujnë me cindru, s'mujnë me nejtë. po dhe për atë Po në tash, Këtë masive që ke qytetet mundësi. që të sajt, që të farë pëtezi për të shkollës Sa sajt, të bukur poshtë, duket. që qëtë të poshtë, kretë, po timi e prish, ka pak timi furave që myri që bojnë të ngjellë. Që të të poshtë, të erin asfalt, të me orë në mëromi këto, kur të rrug hija, të i pa joknës në rrëk sajt. Jo pa joknës, më nësh me nejtë, kësajt, se është po, ma të freski, ma se ketë malë rrëth rrëth. Unë kom pas mundësi me shku në shërë, dhe kam mundësi me shku në shërë, po jo, më shkoj. Po për atë që pyta, masive Ja, që keni ja, mundësin, ja, nuk e ja. ki si opcion me lënë fshatin. Sa të mujë, jo, e shkofshë fëmija do të me shku mas tyne, shka me bo. Nëse shkojnë Komplet. Që shtojnë ata do të mja bo. Po, ma përmendet edhe Thengjillin, apo më tregon pikat shkorta? Ko shmirët me... Qasaj atë në katuni, ketë katuni ka të mborë për qasaj. Edhe do kanë të i mojnë, do lëpë i mojnë nalë që tjetë të kisha. Shumica e njerëzve ketë për drunit për qymyrë, se këto s'ka të tërtarë me kërkosh. Nuk ka ka... Jo, jo mos të njën. Jo, vë kom e ditë ka njën se qani ka. E që shebojnë, që shkon procedura e përpunimit të Ka Thengjillit? shumë punë e bi, ka shumë punë, po shka me bo. Ju, mirëni me atë puna ju? Me Po Thengjillin? na ma shumë e të bujmë kështu, e blejna, bujmë ka pak, ka ma shumë ma pak, e blejna ma shumicën. E tani e përpunojme, paketojme qisëm në. Sa familje mirën me përpunimin e Thengjillit? Po mirë, më la këta poshtë, këta kam pas punu për porët, këta kujni nëllë atje poshtë, për këta e kanë lëmë. Deri në asfalt të shpijat këtë këni hy për pjetë që këni hy, të shpijat për pjetë që këni hy. Atë pjetë i tirët brusi, për në asfalt kryesor atë magistralin Prishtinë Gjilan, që pjetë i ytë. E tani, tash kanë njësë po punojnë dhe tërtimtaria, jesani punojnë dhe ndalin. E tani ka një farë lagje, se brësa ke një farë lagje, asë qysh më të ka dhënë një rrugë që hen për pjetë është të shtru me në zalë. Ate kanë metë atje janë, edhe atje që kiko në deshka. Atje kanë metën veç 3 shpi kanë metë që t'jenë qashë. Edhe aty në që kanë shtru rrugën në skërgjat tjerë t'jenë qusë. Këto ka pas ka lavlak shumë,
banor, po janë shumica janë qu. Do kanë shku Njanjeve, do kanë shku në Kabasha, do kanë shku ma largë, qështë. Për atë sa poshon e sot në fshat, përveç asfalti, diçka tjetër nuk po. Hec, s'ka. Edhe shtëpi që i keni ndërtu vetë. Po, shtëpit me njerëz tëna, me punë tënë. Që ja, s'kushtim, onë të kalzova. Mosh Ka për që thonë di, t'i bina najlon, të farë furrat sërat, për boshe si kam prunë, kur kanë zgjedhje. E bina ujtë i ta kanë çdo komunë mja bo ujtë banorët. Këtë pimbojnë gjithë kënë këtu se ka bo kushet, i kanë bo dhe bonora me një farë organizatët arabe, asë që ato s'po vinë me mo. Se sa po janë zërë për vota, po të vinë po të lusin, tani mo si pe kalin, mos për interesant kënë, shka kimi bo. por që po dalloj ki ky fshat për i fshatrave të tjera të kësaj komune të Lipjanit. Shka? Pse kështu? Sa i përket ndërtimit, disa fshatra që unë i kam gjiru, i kanë së për të mira, të ndërtume. Këtu, i pas kanë harru. Këtu i kanë harru këtë e vitë se këtë, këtu veç kush ka pos mundësi me kratë vetë me shka ka bo. Shka ka me mund vetin kush shka ka mujtë me bo, se ka një mund kush një baski si të ujnë, si ka unë kush kujna. Këtu veç kush ka mujtë me bo me vetë vetën, që shka ditë mundësin. Edhe qështu, se s'ka. Këtu janë, njerëzit janë të mirë, gacmime, shamall të loshë sene nuk ka këto. Këto jeni si një familje jemi, shkojmë, vim, dalim, rrim. Ashtu edhe na po ndihemi, Korrekt. si me konë shtëpia Unë po tona. të kallëzoj pasha zotën, pas ka dollë gruje zërë, ka shku me për zonë që të lëpë, se s'kisha lëshu pa bok me orë për jetit kërë. Pa ja dhoni ka fshot bok se, po shtëpia është për njerëz e vi. A i të shtëpia s'vim për njerëz, shka vin? Mu më mlon që të vetë, në sens, shka më vin? Ja, po, valla, ajo jeta po ecë. Po jeta për Një shkak. mohabet po met, një lafi Po. mirë. Na qëre, na nuk jem të ditë rëndësien, unë po të kallëzoj, nuk jem të ja ditë rëndësien në vlerën, ku jemi konë e ku jemi orë. Që kjo ma e keqja. Keqë shqiptari në kjo, që kjo shumë keqë. Ku jemi konë shtëpt, jemi konë gjithmonë, unë kom hek shumë, unë kom punu shumë. Kom punu me drumë, me traktar, kom punu, kur punë shtetis kom punu. Kur që ja kom shtrinë dorë në shkavit, mironë rëmën, pasha ditën e sëtë. Jo që po të ma se, po gjithmonë, ku mik për ty nëse më afru me pos shemull punë me to me lutë, me thonë merën punë edhe, shka kom, mëre, shka më ka orë në dorë kom punu. Po këtë punën e kom bo me nere, me respekt. Së më thonë kur gjo, përë që kam kërkuj në kur gjo, Len këshyri qetë, punë të minja, kjo knejtë rëndësi. qetë, Kjo ka rëndësi. këshyri punë të minja, që të boshë, që të i këmilë, që të i këmilë, kështë të Qu kësi të shkoni borë. mëre të boshja, se visi mi të do i pam. boshe, Do boshe. pam, qërë, do pam i këmilë, që të për kom i kësi borë. Kujdes, kujdes se na theve tavolinën ondi. Kom i kësi të borë, dhe se ja kom njës, po ke shumë dzet. Po. E, A, prej këtu një kom po juve dikona. Ke shumë dzet, ke, së mujta me kësite, që të me shpije pak e kësita, e që të, qështu, Si të Unë e kam bisedu me Mira Banur. që që Por këmjel, që- kam pirat që këmjel me stil kinez, qërë, me gojve këmjel, Qere është bre për të gjallë Niko, bre me që provu. ku i ka Qere. gjitë vendin me imbjirë. Qërë këtë këmjel këm pira për Sa veti. mirë. Jo, për kërë, ase veç për që ato pasel, që të i këmjel dhe drejza dhe. To ka pjellore, Këmjel drejza në landa për rre, dhe që atje dhe kungi, dhe se kam bo drejtë, ta kongoleshet. jem të i po. Jasë janë bon, jo. Sa drejtë se e Ashtë e kuqa? kuj lullë është. Aj, ta shqete. Jo, vëlla s'ka se kom vënë kom asi. Se po mërë pse jo? Isha të thonë, kam bisedu me Mira Banur njëtën teme. Po, Veç ju keni me mbojt ment gjithmonë. Po? Keni me konë në kujtimet tonë. jo, po të dhe. Qysh? Ska, qërë, unë kur të poshtë ty në tash, më mërë dyqy shumë, keq mos më të thonë, hajde, mirë se ke orë. Se me orë për jetë jetë veç për neve është shumë keq. me kisha. Ja, po shumë keq është. Se do po të bojnë nervaz, do po shkojnë veç për inqizojnë, po asine. Na e kem qëllimin e mirë, edhe unë e flej qitë si kurse jo. Qysh e thatë? Që të jetoj me që të shka pishet qështu. Zoti ja u shtoft, Jetoj, po të shka më thonë. e ja u dhosh krejt mirat. Inshallah aty me familje, me ketë rujtë Faleminderit. zote, çdo shqiptar, ku ekziston rujtë zote, inshallah. Amin, amin. Po edhe ku janë e kus janë që thëjtë. Po. Pa
Pas ke edhe kësu lejthia. Lehtia të buta janë këtu. Jasin. Jes ko ka shkru kur gjonën e Se, në marrë. hajde, hajde kur hajde. Kur? Stator, A- Ngan, mos sot të peçanit, mos ki gol. Hajde në stator bia ki me morë sot dush. O kry. Ka këto, Nësh. për me 200 kila dole lehtia, 100 e kusur kila dole. Ani shkruna mos harra, mos na qit në harris. Shkruj. Shkruja ti shkruj. Po, besën e ki që ko me shkru. O kry shef. Se edhe që ki ven me mjell të ja t'jap edhe pipa. Ja vallaj, s'ka me dhënë vesh ti morsh. Ambanesi, ja? Po, E, vesh ti morsh dhënë do që ashtu mi provu. jo thash mos jem fshat dikon. Ja. Mos jo thash se mbanesi, jo, s'ki kum që ka në plot. Tana të mirat e Zotit. Tanat mirat. Në një obarn nuk pas ka diçka që se pas kem bje. Krejti kam. Unë e marak, shumë jam marak. Unë punoj deri në 10 natës punoj bosh. Me dorë hiki borën. Edhe që të cëndi që Edhe kompirat e nrejci, hiki borën e nrejci pasulit. E vadit i alëshec. Kur shkën hija alëshec. Ramjen e lirë. E kam ujtë me romet lirë, e kam 2 ujnë, e kam me romet lirë. Se me pas mojtë me të komuna, këshëm dek unë. Pasha Zotit. Po, Shqyqër që... Isolla Zotit se qëre, njëri kur gjosë më banë kërkojnë, po Zotit ka dorën plot për se cillit. Duhet me menu vështë të Zotit, se Zotit e nja. Si për ata, si për këta. Se cili ka riskun e vetë, Po e veç keni duhet me pikapin? kërku. O bez gjatë dorën. E, isolla Zotit si cilin e runë, e krejt, e i nimani e runë, e jep, shka mas mirë në këtë botë. Amin. Ishte shumë knaci. E vane e më shumë i knaqër me juve, Faleminderit. Zotit e rujt. Që na i ki hapë dyrë të Po, shtepis mërë, po me më plët shkut zemër. dyqysh, veç me ka një gotë ujë. Dhe në të mirat e Ja, Zotit. kur dush, hajde për stani. Shka Derën kërkum? qeli e ki sigur në shpetonë. Faleminderit shumë. Kur dush. Edhe motor puna, edhe me me në rrugë dishka, Më prishkeri. thërë ne, ven keni edhe ku flani, sot dëni. Faleminderit shumë. Po këto e ka Mos shqiptari. t'janin, po t'kallzoj. Konakon, pritjen. Po normal dhe gjithmonë, unë e kam një tabjat, unë e shumë gjithve i thonë njerëzve, hajde mirë se kjo orë. Ma kalon boba jam, bobën e kom posën e kom posë ushtarit të të lirit. Divizion Skënderbek, 3 vjet e gjysë konë SS, i Gjermani. E, ta thonë vira, shka të kishë, një kokër boke, një kashore boke, një kokër krep në paqë. Qa të dojme, dika më se have. Se Zotit i sjellë, e Zotit ka bolë për cilë. Po, shqiptari traditat e ka. Edhe one, feks, ideja e misionit është veç me pa sa po i ruajmë traditat. A, Kur deska? ti hijune në bërë, veç shka po më thatë. Normal, qëre, ti i e ketë, i e bie ketë shqiptarijës. Vojza e ketë shqiptarijës, je sigur me konë, vojza jam, për mu, normal, one i tash edhe këtina, one shumë i respektet. Gjinin femnore se gjithmonë një konë shkelta. Amo këto hijek shumë për para, tash është super. Tash veç a do me punu, Harrova me ju pyet për fund, cilit besim ju i takoni? besimit katolik. Ishte shumë kënaci, shumë respekt për juve. Në çdo fshat, ka po shkojmë, unë nuk i dalloj kush është musliman e kush katolik. Ja. Derën hapën gjithmonë. Po s'ka oj bi musliman as katolik në Kosovë, ka veç fejo i bi. Fe islame, fe kristare, shqiptare, në këtë një jam. Para Zotit jemi Zoti është- një. Ta këtë shkeli një tokë, një bukë, një ujë, një këtë. Zotë jo një është, dhe Zotë, po një është. Zotë ta shë marë, Zotë ka dur platë për se cëllit, për ato që do me punu me drejtë Zotë. Punon pa drejtë asajt nuk një mënë. A qështë? Qashtu, A faleminderit për shumë. shkënë të bësh, Zotë i rujtë, faleminderit. Faleminderit edhe juve, faleminderit që na ftut edhe për bukë mrena. Zotë i odhof shnetë, Amen e gjithë. tonat mirat të qofë familje, ty edhe ty. Edhe juve, S'kam bashkë. jo me thonë juve. tjetër sa. Faleminderit shumë. Një pjesë tjetër e bukur e këtij fshati, fshati Brus. Shifeni i rrethuar me male, e kemi gjetë freskin në këto temperatura ekstreme. Kështu që sot jemi knoq nër hije, sa një hije, sa në atë hijen tjetër. Jam të e po, hajde të afrom, është shkolla po.
objekti i shkollës e që aktualisht janë ofër 25 nxonca 30 nga përgjigje e banorët cilin ma ka dho kështë po ju thëmë edhe one. Pra objekti është i bukur, është në gjendje të mirë, qka i mungon një obor, por me që numri ka ro dukshëm, e ndoshta edhe ka me përfundu e mbyll me krejt, ndoshta dhe për ata nuk e kanë rregullu pjesën e uburrit. Kjo shitore. Hajde vish po afrona. Ju ki ku ka kësi, more? Hajde të shumë këtu për... jes pas ka dritore këni. Këtu jem të e po tabelin, ca ilustrime, edhe e pas kanë një bon, ka dy, nuk po arri me e po. Mos është ki sola arsimtarve. Me siguri. Sola, po, kabineti i shkollës. Mirë, por kishin me qenë ma shumë nxonca, kishte qenë halo ma mirë. E kemi edhe një pjesë tjetër, një rogic kënej e pashtrume, edhe nga kjo pjesa këtu më duket që nuk ka mo shtepi, vetëm male. Po i morëm, edhe shtëpomje se sa bukur po duket. Në anën tjetër, edhe një pamje tjetër nga këtu shumë e bukur e fshatit, edhe qka po m'pëlqen se tokat janë të punuara përveç kësaj, edhe ato qka nuk ka diçka të mbjellme, të paktin janë të kusitme. Nga këtu po e vrej, se tash po e di sakt kur ka të mbjellme diçka kur jo, kur është të kusitme. Se ma heret pak mu përzishin kështë grure, misër, nuk është që arrisha me i dalu shumë, po tash edhe nga larg po i daloj. Me të vërtet, sot në këtë fshat e kemi gjetë qetësinë e shpirtit, e the me gojën plot. Përveç të tjera, njerëzit ishin ata fantastik, cilët me zemrën plot na kanë mirëprit sot në fshatin e tyre. Po e lon asfaltin, asfalt, që të më ka ardhë, hajde po i morëm pomjet. Nga kjo pjesa ku ndodhemi është thjesht fantastike. Një pamje madhështore e fshatit Brus. E veçanta e fshatit se cilin here po shkon të m'pëlqy shumë e ma shumë. Këtu e kemi një shtepi, i kemi hy në barë, me siguri është edhe prona e ti këtu ku ndodhemi, ne gjithsesi, si në gjdo shtepi do thrasëm, oj zoti shpis, për me po se a janë banorët këtu, ndryshe nuk po arrimi me kuptu se sa është fshati i banuar apo i braktisër, vetë se oj zoti shpis. E pa dyshim që familjes shqiptare janë ato cilat gjithmonë janë der hapur për E pa dyshim që familjes shqiptare janë gjithmonë ato që për çdo person i kanë dyert e hapuna. Pamje madhështore. Po e shijojmë qenë jem të i pa tje, inshallah nuk jem të më pa ta mu. Pa, sa bukura. A vi qa jena? E do vas janë qenë. Fër, po më bën fustani, fër. Tamam, ja kom qëllu, freski, natyr. Me të vërtet, banorët janë shumë mikprica. Si para kamerës, po ashtu edhe prapa kamerës, e kishin zemrën shumë të madhe. Po lipjoni mo, s'po di pse po komentoj ma shumë. Sa të lezet që... O, knat që kanë. Edhe ushqim kanë mjaftushëm.
koha e mirë, natyrë. Mos ofro shumë i shqetësu se gjysh dina keq. Se na shtë edhe tuten. Ta natë mirat e Zotit. Me bollek që thujnë. Ta natë mirat. Nuk është diçka prej frutave, perimeve, që nuk ishë në këtë fshat. Kjo, si ndrysh, falë banorëve punëtur që janë. Njerëzit pra janë shumë punëtur, për atë edhe kemi problem ndonë se me raste, me taku, për shkak se janë në ororët e punës, edhe pa punë s'po bënë. Punat e ditë që të shohëm pak e zdritë, pak edhe ato, pak, shumë pak. Po e rëndësishme është jemi shënësh, e ta na ka dal-dale, e tjerat vinë ka dal-dale, kjo ka rëndësi. Ka kemi ardhë më reondi, po sa bukur duket nga këtu ku jemi, jam të e po edhe objektin e kishës, po i morëm pomjet në një vend tipik malor, në një vend, në një pjesë shumë të bukur të fshatit, është edhe objekti i kishës. Edhe është objekti i bukur, i rrethuar me male. Po hym blic kështu, edhe po besoj nga kjo, po arrini me po respekt për banorët e fshatit, ani pse janë dy besime, cilësohen vëllëzër, pra festat bashk, ditë e mira bashk, ditë jo të mira bashk. Kështu pra dot, në fund të ditës jemi një këmbë shqiptar. Jam shumë kurreshtare me hynë në kish, është hera e parë që unë e hy brenda një objekti të kishës, fillimisht po e shoh, a e kemi dike brenda po. Këtë e pas kemi një lajmërim, Kampi Veror. Avollia e Shën Sebastianit Peshter. Lutja, argëte, muzikë, punë grupe, shëtitje, lojra dhe aktivitetet të ndryshme. Pra, jem të po në bazë të fotos me fëmijë, kush dënë me orë këtu për gjatë Kampit Veror, mundet me ardhë edhe ju presin këto aktivitete. Për shëndetje, apo ju pengojmë, edhe nëse ju pengojmë apo në halal është hera por që hy brenda kishës, edhe isha shumë kurreshtare. Jeni mirë, jeni lodhë? S'po ju pengojmë. Faleminderit shumë. Pra, kjo është kisha në fshatin Brus, këtu në komunën e Lipjanit. Derisa ondi po i merr pamjet, unë po dal jashtë, atë dëshirën çka e pata hyna mrena e poshtë edhe përse ofërmi, tash po larguhemi. Edhe një tjetër pjesë e bukur këtu nga oborri i kishës, shtëpia gjitha ofër maleve. Po pëlqen oborri, pastërti, përveç të tjera janë edhe ulset. Në tjetër e kemi edhe një tjetër shtëpi, por që është e braktisme, nga jo që ka po arjune me po në bazë të balkonave e vrej që nuk jenë familjet këtu. Nga këto, a jemi të e po gjysmën e Kosovës? Jo. E thash në formë sarkazme, që do më thonë, aqë të bukur e ka pozitën gjeografike, sa që po mendoj që jemi të e po gjysmën e Kosovës, por jo, kjo nuk është e vërteta, nuk qëndrën këtu e vërteta. Erdhi fundi edhe ditës së sotme këtu në fshatin Brus. Faleminderit banorëve, faleminderit edhe juve shikues që çdo herë që ndroni besnik ndaj neve. Ne takohemi në fshatin e Radhës deri atëherë, mirë mbetëshi!